Selvete Krasniqi. E dashur, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Priset një on që nja 12 vjet, ti gjithmonë kështu je me një fytyrë të qeshur, edhe sot erdhe ashtu bukur, elegante. Pensionimi s'ta kalon shej hiç. Faleminderit shumë. Po unë normal që u disponova kur erdha këtu. Erdha në radio. Kjo ka qenë faktikisht shtëpia jam e dytë. Mirë se erdhe këtu tek Mesdita. Mirë, okay, s'po flasim pra për rrëdhsa jo. Jo rrëdhsa jo. Se këta kemi për ftesa, do të flasim për këngë të tjera të komponuara dhe për kompozimet e shumë këngë që ke bërë, sidomos duke qenë pjesëmarrëse me këto kompozime në vitet e 80 më tepër apo jo, në akordet e Kosovës. Faktikisht unë kam fillu me kompozu, ndoshta edhe më herët, po në vitin 86 jam, ç'është më thoni, më aktive, a? Jo, po kam konkuru të parën herë në festival. Okay. E kështu që në atë kohë pata konkuru në festivalin Akordet e Kosovës 86, 1986, me dy këngë, do me thonë me këngë zbavitse kemi thonë atëherë, muzikën e lehtë edhe për fëmijë. E për muzikën popullore, zhanre popullore. Ma vonë, në vitin tjetër pata konkuru me 3 zhanret. Që atër kur fitoj 87, ndoshta. S'po flasim për jo, mos fal për këtë. Mandej nejse, tash po flasim për vitin 1986. Drejt me tregu, atër keni kuptu drejt tash, Kamuran Goranci dhe Valdita Meqa. Valdita ka jetu në Shkup, Kamuran në Gjakov, unë këtu në Prishtinë në radio, edhe konkurova me pranun këngë normal, atëherë ka qenë me shkru me nota, edhe u shformu komisioni, ka pranu normal, janë shpall ato këngë të fituse, por mandej i kemi gjeti ose kemi tregu kush do të me këndu. Normal, edhe kompozitorët kanë pas drejt me shpreh dëshiren kush ka qef me këndu këngën. Këtë këngën balluket e mia Nikit kujtohet që javën e kaluar që e patëm kështu si kolon zanore, dëgjuesit e gjetën, e kanë bajt mend, do të thonë dëgjojnë edhe sot asaj dite. Mund ta kemi në sfond pak, për derisa po flasim. E kemi në sfond, ë? Po. Kjo është, do të thonë 86-s që nga kjo. Po. Me të kallzu drejt, gëzimi jemi ka qenë që ma kam pranu këngën. Po. Fituse kur dul, Okarina Art ka qenë çmimi më i madh, normal, atëherë u vlerësoj keq ashtu. Edhe normal që unë jam gëzuar shumë se nuk e kam prit. Jo që faktikisht ajo kënga derisi u bëshin prova të këndoj këne për korridore kretu pa ta firmu para se me dalë. Po unë nuk isha unë një që mendojsha që ndoshta kënga jam e kam qenë më e mirë. Ti pritshmëri s'pas ke pas hiç Nikis, pas ka pas pritshmëri Selvetja. Sepse viti i parë tha kanë konkuruar prandaj. Unë po tham gëzimi jam. Andaj u pata gëzu shumë që edhe për fëmijë mu pat pranu se drejt në të kallzu këtë këngën për fëmijë ma pat kënu Donjeta Krasniqi, ajo është qika vëllau temë edhe atër si fëmijë ka qenë shumë, është shumë e talentume, po menaj kështu edhe si fëmijë unë e kom drejtë, që në muzikant e kom qenë, edhe pat kënu një këngën Mullkuqja ka qenë këngë e parë. Sa mirë që po kthehemi në këto kohë, po i kujtojmë këto kur ne për shembull s'kemi qenë fare. Po, Kamuranin edhe Valdetën i pata, masi punojsha unë në redaksinë muzikës, normal që i disha kvalitetet e këngëtarëve tjerë, edhe e njifsha Valdetën, këta kënojshin një shoqëni amatore Gjakovës të dytë, edhe kanë qenë me të vërtet fenomenal, Valdetja yll ka qenë atë vakt. Edhe i pata bo bashkë, unë e duhet i bona, erdhen këndu në këngën u gëzun edhe. Ishe interesimi ytë, Teta Selveta, që ata ta këndojnë këngën tënde? Po, interesimi im ishte edhe drejt me ju të regu, duhet është pak vështirë me gjetë zërat që për shtatën edhe. Po masi punojsha në redaksi, unë disha mjafti njifsha mundësite e këngëtarve. Me të kallzu drejt, ndoshta më ka ndodhur edhe deri në atë vakt që ndoshta edhe i kam drejtu dikujt tjetër, po me të kallzu drejt ata këngëtarët e njoftun që janë shumë
unë si kompozitore e re, nuk ishin shumë besim. Ke hezitu pak edhe ti vetë? Jo, unë nuk kam hezitu hiç, kam shkruar te më të mirë. Po ata kanë hezitu se kanë thonë ku me ditë kjo çka ka shkruar. Mirë po kur u knu konga, mandej lypshin prej meje. Dona një qasi konge, po nuk bëhet gjithmonë qasi. Tani shiko, dua pak me ndërhy këtu, sepse Selvete krasniqi kompozitore e re, në atë kohë Musa Piperko, Reshat Randobrava, tjetër Gjevdet Gashi, e shumë kompozitorë. Që patëm dje, ka qenë edhe ajo, Pranvera Badivuko. Okej, se s'duam të marrim këto tekstin ose kompozimin e Selvete sepse re. Por që më vonë sigurisht e kanë kuptuar që kanë gabuar, më thoj, sepse ata kanë kënduar dhe këngëtar këngët të kompozuara nga kompozitorë të tjerë, po sa mirë që juve keni debutuar këtë vitin 1986 dhe keni dalë fituese apo? Po mirë tash ajo që del njëri të parën herë, pak është edhe në qysh, nështë ja qillon njëri bashkë kohën kur duhet atë. Nështë ka qenë qashtu konga ndoshta në momentin e duhur, që ajo kongë ka ecë. Mirë po më ju tregu drejt, edhe në qatë vit, qato akordet e vitit 86, ndoshta moj me thonë që kanë qenë kongët më të suksesshme deri natë. Se na veç e patëm bo një farë identiteti të muzikës lehtë me motive shqiptare. Vetë u patëm kriju se konga popullore normal, letë ka qenë me hecë të rrugës të toneve të muzikës popullore, se na jemi rritë me folklore me muzikë popullore. Mirë po, muzikën e lehtë, të cilën nuk i kemi pas tonën, na veç fillum me ishti ato tonet shqipe, ndoshta edhe po i vreni, që këto janë me motive shqiptare. Shqiptare, po autoktone, diçka. Mirë po, për fat keq, ta shumë shpejt se ndoshta edhe s'kemi me nejtë për gjithë ditën. Unë po ju kemi kohë me folë, po mundola me ju nxjerr diçka kështu që po tham. Fatkeqësia jonë e madhe ke, ndoshta edhe e imja ndoshta bash se 86 e 90 shumë shpejt kaloi ajo periudhë që erdhi koha që u mbyllën institucionet radio televizioni i Prishtinës. Kështu që ajo krijimtaria jeme pak ashtu, pak si më thon, u mbyll pak, adin se nas ishim aktiv. Po dhe shkurt ka qenë edhe. Shkurt ka qenë, mirë po, me tregu drejt, në qatë kohë unë e kom shfrytzu shumë se ka qenë një festival i Rinis, ka qenë një festival në Pej, ka qenë festivali Zambaku i Prizrenit, unë krejt festivalit kom marrë pjesë. Sa mirë, po. Sa shumë çmime ki Selvete. Po, sa ato çmimet i kom ma shumë i kom te këngët e fëmijëve, e për festivalet të ndryshme. E kjo keq që se ki edhe ti një trofe të ngjashme, siç i kanë marrë këngëtarë të fëmijë fitues edhe këngëtarë të rinj që kanë qenë. Ata ma shumë mershin mirënjohje, po me të Ani, me i pas edhe ti. Kam diçka nga ato. Po, nejse. Mirë është që une lumtunia jeme më e madhe ka qenë kur ja kom bo një fëmijët një këngë që i ka pëlqy. Që është ndjera hatë me atë këngë. Po, mëse adin na jemi, ki dim ka njëherë me ja imponu fëmijëve, gjithë shka me imponu. Por me ja qëllu dëshirës edhe lëshijës fëmijët, nuk është bashkë letë. Juve e thotë Selvete që ishte periudhë e shkurtër nga vitin 1985-86 deri në 90 kur u mbyll institucionet kulturore, radio televizioni i Prishtinës, po për juve, se të tjerët ishin edhe përpara, por që ju vazhduat, të kompozoni këngë dhe vitin 90-ta, e sidomos pas luftës. Unë nuk u ndala hiç, edhe mandej bile kur u majten në kushtet që shme thënë të okupimit, u majten akordet në vitin 97. Unë atëherë veç i kisha Astritin edhe Blertën, i kisha fëmijët e mi, unë ja kompozova një këngë, Blerta ishte drejt me u tregu 3 vjeqe, Astriti 4, po nejse ata derisa erdhen akordet, Blerta i boni 4, ai 5, e këndun këngën në umajt festivali, e këndun, edhe ata e fitun që aty venin e tretë atëherë. 97-ën, të vetë në të akorde që e në bajt vitën 90-ta. Mirë, po nuk ka asë një, veç kush ka pas për shembull kamerat vetat e anis, asë nuk ka pas ndriqim, asë nuk ka pas... Kushet e tilla kanë qenë, që të bëjsh? Mirë, po, me kthy në atë kohë, një herë Melin pa të marrë Meliate Juniku në emision të fëmijëve, besoni hyna në atë botë dhe nuk mujta Su shkëpute ma u emocionova qajta s'podusat. Për vitet e 90-ta, atë edicionin që është mbajtur në 97, ndërkohë rrethanat kanë ndryshuar pak pas luftës, mbajtur edhe festivalet e tjera. Unë në dijenin time edhe duke punuar bashkë me ty,
kemi marrë pjesë në për festivale të ndryshme, si Zambaku i Prizrenit dhe festivale të tjera që juve keni vazhduar të kompozoni apo jo? Po, non-stop kam kompozu, drejt me ju tregu, i kam 150 këngë të realizume, kam se, mandej majta unë edhe koret fëmive edhe njëherë një grup, jo kor po grup i këngëtarëve të vegjël, fëmijë për fëmijë, me njerë mas luftës ke ai entuziazmi madh me të vërtet, muj me thonë që me qatë grupin fëmijë për fëmijë, ndoshta ma shumë se 200 koncerte e majtë. Kom pas koncert vetanak, po menoj, Djerta Astriti me miqt, besoni që krejt hala sportive unush. Qa shumë interesim që ka pas atër. Shumë interesim. Tash ndoshta ka ra pak se normal, mas luftës me njëherë entuziazmi ka qenë ma i madh, edhe na prindët seminal, që kemi pas që... Si kompozitore, pse interesimi juaj më tepër për të kompozuar këngë për fëmijë? Po, nuk e di, unë kam këngë, kam të gjitha zhanret, për shembull kam 18 Sinan Vlasalium ka kënu në festivalin Zambaku i Prizrenit një këngë, mandej më ka kënu kjo këngëtar të mdhej, të gjithë, po, të mdhej, Naim Krasniqi mi ka kënu 3 këngë, vërtet që nuk tregova dhe nash pak për unë i kom bo vinë melodike, për shembull për balluket e mia, Rifat Kukaj e ka shkruar tekstin, aranjëmanin më pa të bo orkestrimin Balton Beqiri, kështu që tash këtë tjerat nuk pizbu. Këto tjetrën s'po gëzoj me zbulu. Gati e zbulova, mirë po jo, po një që tu njerë. E theme ma voni të plotësojmë, kështu që pa me rang. Mirë po e këto të fëmijëve, unë po tham kam këngëtar, x këngëtar që mi kanë kënu të gjitha, mandej patabone dhe këngë folklorike, bile me të kalëzov drejt, ndodhe edhe nuk u inqizua ajo këngë, bile Suzana Tajrsullës, ja pata dhona ajo kënoj keme një shoqëri amatore, atër, ja kom thonë këngë folklorike, kështu me sharkia, por nuk u realizu, se qashtu kënë kushtet. E me fëmi isha ma e lidhun, kështu ma... Bot ma e veçantë. Se masi e kryova dhe grupin, mande e kryova dhe korin, e fëmive normal që isha me botën e tyne edhe qashtu vjen inspirimi, që aty ku je, që aty inspirohesh ma shumë. Sa mirë që Teta Selvete dhe gjatë punës në radio dhe në televizion, pas luftës në Radio Kosovë dhe në televizion, ka patur jo vetëm bashkëpunëtore, por kolegë këngëtarë të mira, për shembull, për një kohë Xhmia Pagarusha, më pastaj Liliana Çavolli, ato udhëtime që i bënshim të lezetshme, herë për Prizren, herë për Gjakove, herë për Pek. Kemi udhëtuar për festivale, në Gjakov, në festival. Po, mirë po, kishin një lloj rivaliteti, son pak më i ri në moshën, i rivaliteti shumë të shëndosh dhe të mirë edhe të kompozitorëve, siç është Teta Selvete, por edhe këngëtarëve. Se Lilushi ka shumë, ka pas një temperament ashtu edhe i ka normal që unë i kom pas kolege edhe në Radio Prishtinë, se unë në vitin 72 jam punësu në Radio Prishtinë, kom punu deri sa na qitem prej punës, mandej në arsim, kom pata vazhdu në shkollë të muzikës. Sa herët pas me dhonë mësim, po... Se di me ndoa vitet të 10 e këtej, do më dhonë t'i prishtajet të dytës. Jo, unë prishtajet të dytës, se jam... apo më sheni, kom bëdu vjetë. Jo, ti kështu i kinja 59, ki ma shumë. Nga dukesh, po qëfar, ti prishtajet të dytësa? Ti prishtajet të dytës me punu, apo jo fare? A kështu me ju tregu drejta, shpse jam e lidhun me akorde pak. Unë qysh, shumë fëmi i vogël, vit klasë 3 fillore, besoni, unë e kam shku vetë në qendrën pionjerëve, se dhe shpine kom pas qendrë, kom shku, kom knu në korin e qytetit, e kom pas garderobën, e kom pas, jo, me siguri, e mërni me men që munana nuk kom ka qëvu, me më registru. Ti vetë ke qene unë e kam qene interesume. Mandej, në klasë të 5, kom shku në radio, jam registru në korin e radios, bile, Regjo Mulliqi ma pa të bo këngën, po unë e ndërpreva pak atë aktivitetin, nuk më kujtohet për çka,
edhe bile pa të qu Regjo Muliqi një fëmi, më thirë se ma pa të mbon një kongë për me incizu në atë kohë, producente kom pas Regjon. Mandej, në shkollë të mesme, të në kohën kom qenë për akorden back vokal. Bile me ju tregu një rast, një u majtën këto akordet, se unë herë në teatr u bajshin herë, s'kish si sot që s'ka sallë, edhe unë bajtën qëtu të qka u kom domine armatës, po në vitet e 70. 70, janë vitet e 70, në këto ka qenë të 71, 2, 3, 69, 70, 71, 72, që këto vite kanë qenë këto. Edhe unë radhazi kom qenë back vokal. Kur ishte në shkollë të mesme? Në shkollë të mesme, edhe mandej mungoj një këngëtare. Kish me knu me Luan Hajrën duet. Tash unë normal që unë e disha kongën, mas isha përcjellse. Edhe erdhen ata dikush prej orkestrës, edhe më luti tha, a mundesh Selvete mos dështon kongës, se në momentin e fundit nuk ka ardhur këngëtari, a mundesh ti me knu duet me Luan Hajrën. Unë drejt me të kalzu, po dola e knova. Dole s'kena. Ama e kryva atë detyrën teme, veç besoni që as nuk e di qyshu qujtë konga. Okej. Thjesht e ke ditë, e ke interpretu aq. Veç e kom kry. Unë e kom marrë diqysh si këtë profesionin tem të muzikës, shumë të natyrë shumë e kom posa. Po prandaj po të kam bajt të re, puna, dashnia që ke pas ndaj muzikës. Fotografinë e kam fotografinë, që jam fotografu, të kënu me Luan Hajrën. Sa mirë. Përvoj e mirë, po. A kështu që për menet e Nexhmije Pagarushën, faktikisht okarinën e artë ma ka dorëzu Nexhmije Pagarusha. Unë, për qudi, aqëri më kone vogël fëmi, e kom adhoru Nexhmije Pagarushën edhe Vaqe Zelën. E kur jam konë në shkollë, në klasën e 8, kur e kemi po më ramjen e maturës, gjys maturës atër, unë ka pas qenë një band gjallë, ka bo muzika atërve gjallë, s'ka pas playback atër. Edhe unë normal që jem kone njoftun si me talent, më patën thirë me knu, unë i knojsha kongë të Nexhmijës edhe të Vaqe Zelës me band muzikës balice, jo, muzikës po, edhe krejt mramjen e maturës e bona une aty. Sa mirë. Si e re në mosh, po pse nuk e vazhdove së kënduar? A së kënduar, këtu është një, edhe njeriu duhet pak me qenë ma jo shumë, qysh me thonë, jo labil, është keq me thonë, shpreje, nuk është e mirë, po. Nështë ma e vendost, kështu? Jo, ma e pa vendost. E pa vendost? Nuk duhet me qenë shumë rigoroze. Unë e menoj njët. Sa nevoja? S'është nevoja. Unë qatë shumë e kom dosh muzikën klasike. E mu ka dok që pe vetën po e pak... Pe ullë pak poshta? Po bjen nga standardja? Po bi prej që kjo thot. Po bi pak prej standardit nëse unë e mire me këtë, se shumë e kom adhuru muzikën, muzikë serioze. Unë e tepër kësa dhe në solo këndim kam qenë, po nejse, kom pas andra me shku jashtë, s'kom pas fatë që qashtu. Mandej nuk muj me thonë s'kom pas fatë, se funit fatë edhe këto është në jetu. Se dhe këtu t'ka pri shumë mirë, po andrat e mija kanë qenë qashtu, edhe këtu që jo ka qenë arsyeja pse unë, se besom Niki, e knojsha kongë të Eurovizionit, një kongë ka qenë Ereshtu diçka spanjollisht. Pa qëfar knojsha fenomenal. E më mirë se sa vetë autorët e këngës. Kur u pat hap kjo diskoteka për funi kjo që ka qenë Hotel Buzhuri. Tash nuk është mos. Ka një tjetër emër, ka një pronar dhe një tjetër emër pa. Aty ka qenë edhe unë shkojsha normal, isha në vitë parë tash në studime, kur jepshim provime, jepshim 9 provime për një herë, të i dhanë provimet me shoqen teme, e shkojshim aty në diskotek me qaroz vetën sigurisht, edhe mandej ka ndodhë që Druco Shjada më kanë thirrë me knu,
edhe I kom kënu muzikë të huj që ashtu në për të brucishjada, po nuk hecë nuk hecëshin këto grupet adin, se nashta që ashtu isha mashtru pak, janë kisha nisë me kënu. Sa moderne ti në atë kohë, edhe në për diskotekë, edhe në për paba, edhe këngëtarë, edhe studentë. Po kanë qenë edhe trita atëherë. Po ato kanë qenë për neve, nuk për kanë qenë ato, për... Për marrë guximin, jam më I ri në moshë, për marrë guximin edhe për ta forcoj këtë argument, sepse kujtoj një analizë dhe një diskutim që është bërë përpara. Për shembull tek mbrëmjet e absolventiadës ose te brucoshiadës. Përpara, për shembull, ne kemi patur këto tallavande turbo folkun me u kap dorë për dorë 500 veta. Nëse unë dhe Nora e kemi vallëzuar mirë valsin vienez, të tjerët kanë bënë rreth, kanë duar trokila, kishin nivel. Valja këtu njerëz ka ekzistua. Ajo, asnjë ka vallë. Jo, në përbrucoshiat, bravo, Niki, po. Nuk është këndu, nuk është bë muzika, veç muzikë tjetër ka pasu se rock në përbrucoshiat. Ndryshe pas kanë qenë. Jo, mbrëmjet e maturës, jo, me muzikë popullore. Muzikë serioze, klasike. Jo, muzikë serioze, ndoshta më pak, mirë po muzika e lehtë ose rock. Muzika, bendet e gjalla, muzika popullore nuk ka ekzistuar. Veç në përdasma. Në përdasma. Ma ndaj ndroj muhabeti. Ta dëgjojmë edhe njëherë këtë kolonën zanore që po kërkojmë. Po precemi në fund. Shikoj orën. Po shkoj. A mu ka prish frizura ajo? Jo, shumë mirë. Shumë bukur dukesh. Si mban ti këto flok gjithmonë vijon e se kuptoj. Domethënë ti dukesh flok më bukur se unë I ke. Jo. Gjithmonë me këtë ngjyrë në kuqe. E dëgjojmë këtë kolonën zanore që ne po e kërkojmë fituesin. Me sytë kaltërta, bukuri prallore, brede lumi. Do të thënë një pjesë e titullit këngës po përmendet atë, ju që po e dëgjoni u përmend. Edhe pjesa tjetër më herët u tha, po se e dëgjova. Këngëtari shumë mirë pas ka interpretu. Sa mirë që ke bashkëpunu me të. Fenomenal. Kujdes emrin. Kujdes. Që kretë ka me të plotësun ma vonë. Kretë ka me I thonë që ka ke dashti me thonë për këtë. Mos të haroj, mos të jes borç. Thuje. Armena? Jo, zbudoj se gaboj. Gabon të në thonë. Veç këtë dhe sot është aktiv. Nuk I jetë borgjë as një fije këti këngëtari, se neve duam emrin dhe mbiemrin dhe emrin e këngës, sepse unë e di që jo vetëm ky këngëtar, por edhe të tjerë në vitet 70-80 kur ishin deri në moshë kanë kënduar tamam perla. Kështu që ne mund të pranojmë Sabri Feyzullahu, kush janë tjetër të viteve të 80-ta, shumë këngëtarë të tjerë. Po jo vetëm meshkuj, po dhe kemi pas edhe gra çika këngëtarë që kanë kënduar bukur ato. Ne mund të pranojmë telefonata në 0444324232 dhe me Viber dhe me WhatsApp. E dashur kemi minutat e fundit të bisedës, edhe një 3 minuta, ma shumë s'kemi 4 eventualisht. Më fol pak për festivalin e këngës në RTK, edicionin e parë, edicionin e dytë. A mujtë me shikohet 2 vjetë, tash po përgatitemi për të tretin, javën që vjen e kemi. Këti festivali mirë shumë që ka fillu, edhe ka qenë koha ma me pas edhe në një festival. Të këti lloji po menoj, edhe unë I dëshiroj shumë sukses. Mirë ka shku deri tash, besoj që tash shkon edhe ma mirë. Mirë po nuk di çfarë më thonë, ndoshta unë e marr pjesë në herë. Me naj kompozema, interesant. Naj vit tjetër, po menoj se Po prandaj pse jo antare jurisë, për shembull për gjikuar këto performanca këtyre këngëtarëve. Jo, ma mirë me pas me edhe si kompozitor, jo, për këtu po për antarët jurisë jam kanë shumë herë. Jem konë edhe në Iligjë, Sarajevës, gjithka jem konë. Në Opatije, në Zagrebe. Nuk është, jo, po menoj, une kua me pos ide e kua më marrë në inspirim, për me mujtë me shkru një këngë të mirë për festival. Mendoj për edicionin e 4, vitin që vjen. Si vjetë ka me qenë një lloj gërshëtimi mes këtij edicionit të tretë festivalit këngës me akordet. Kështu që kemi shikuar më shumë ëndje po besoj. Po, besoj. Ky gërshëtimi kemi qenë më tepër këtë natën e dytë ku do të ketë të ftuar dhe do të ndahet një çmim special, do të jetë I veçantë tani tutje për të nderuar ato figura që kanë kontribuar shumë në historikun e festivalit të akordeve Kosovës. E meritojnë sigurisht 100%. Këngë të mira ka pas edhe në edicionin e parë dhe në edicionin e dytë të festivalit. Po sigurisht. Këngëtar të mirë pat.
Tash edhe në edicionin e tretë ko gjatë edicionin e tretë kemi patur të gjithë këngëtarët mysafir këtu dhe di çfarë thon, ishin tekste të mira, sepse unë jam gjithmonë kritik kërshi teksteve. Unë them që tekstet e këngëve nuk kanë poezi si dikur. Për shembull, të recitoj një strofë të një këngë qyteti im që të grupit 403 që unë e kam shumë për zemër, thot kaluan shumë vjet unë dhe qyteti im në vetmi dhe më në fund erdhe ti. Thot më e bukur se kur e qeshur si dikur, si dua të shohun ty tani. Çfarë teksti mirë. Unë dua që të këngët në këtë kohë, të kenë këtë poezi, duke kuptuar gjithmonë këto rrymat moderne të kohës, të cilat po i këndojmë. Nuk mundem me ik, por nuk di, për muzikën e lehtë nuk kam qef shumë me diskutu se kalon. Mirë, po muzikë popullore duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes për drejtë. Për fond, më thuje dashur, çka po dëgjon cilin këngëtar të ri? Tonin. Nëse dëgjon të ri. Po, besoj që po. Jo, ndëgjoj, po, me të kallë drejt nuk është që koncentrona unë në këngëtar. Mu merë kënga merë. Ose na i këngë që të morë këto ditë të fundit, po të kujtohet diçka, na i titull, na i... Zdi përpes. Apo të marrë me veti këngë të Yll Limanit? Po mirë, shumë mirë. Unë veç Ylli është këngëtar fenomenal, kënon shumë bukur, aje ka tregu veten, po ati ku duhet me tregu e ka tregu veten. Mirë tash, edhe në qysh, tash edhe të këngëtarët nas mujna me qenë kritik, na duhemi me i përkraf, unë i funit, ka ardhë koha e klikime dhe ka ardhë koha e edhe... O ndryshon gjithçka, kështu që besoj që ka këngëtarë që me pyet, nështë as ati si pëlqen kënga. E ka shumë klikime. Është aty këtu na e një që se dojnë, po që... Adin se e donë masa, se pak ka shku, tash, me thonë, është bastardhu, nuk po di, ka ndryshu shia. Shia ka ndryshu, edhe tash unë me folë për... Nuk s'po du asë një moment sot me qenë kritike. Okej, edhe për fund diçka po të ngacmoj, po shkon 72 vjetë. Më the që sekreti i kësaj që ti dokër si 59 është që mos e brengaz veten, le brengen pas, mos e mendoj. O transmetoj këto sugjerime të këto kolegët që janë në rakë në maksikësura. Po thuja edhe të dëgjuesve. Ai që ka një problem sot, mos me stresu shumë veten, mos më jap shumë zor. Zgjidhen gjanat, ha? Besoj që më mbet kështu. Atë kom thonë që ashtu. Po. Çfarë mbet? Në momentin e se ka dalë në pension të Selvete, e kishte këtë punë me sportivitet, ha? Edhe kur ishte shef redakcion muzikës në radio. Me vërtet ka ndodhur që më kanë thonë lumjati kur nuk bosh nervoz. Edhe shef nuk do të thonë që nuk bosh nervoz, por njëri duhet me pas me qenë i motor. Po. Edhe unë besoj që më shumë ti mundesh me ja kthy dikuj nëse lyp me ja këty me të mirë. Po, pajtona shumë. Po ku me mujt njeriu ka një herë se. E duhet. O, nuk mundën këto presë të riujt e të Selvete, po. Mirë jemi të mirë. Jo, unë besoj që veç me të mirë se një farë mënyre edhe i ndihmon vetit, po edhe e edukon atjetrin. I bjen pishman. Po, përbes. Faleminderit shumë që ecën në takshëm. Faleminderit që ishim mysafirë këtu tek mesdita në RTK Radio Ne. Për kaq kohë keni. Përfundoi shkoj. Për kaq kohë keni. 30 minuta bëjmë llafe unë dhe ti dhe bashkë me Norën edhe ecim minuta kaq shpejt. Më shumë se 30, të korrigjoj. Më shumë se 30. Ani dy vetëm keni marr këto. Po kish me ndonjë tjetër. S'm keni lënë me kolegj. Dashur faleminderit. Inshallah kish netën ta komë. Nështë se kom të përvish. Jo, pa vera. Mi kina që për vetën. Mu ka pëlqy shumë, faleminderit që më keni thirr. Që Fatmirja po më përshëndet, Fatmirja. Po. Po bëhet gati për lajmet ajo, po. Tash në ora 13. Kolegët e mia, unë s'kam çfarë me thon tjetër veç ju du shumë. Gjithashtu edhe ne. Dhe ne të duam. Faleminderit shumë deri herë. Faleminderit. Ishte Selvete Krasniqe e dashur Ismaili mos ta harrojmë këtë se kriz nervoza në shtëpi. Ne kam edhe një Ismaili. Po, se tham fillim. Ismaili.